Në podcastin e përjavshëm Flasim, kryeministri i vendit Edi Rama prezantoi ekipin e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Kreu i qeverisë nisi me një monolog ku shpalosi qartë synimet e Partisë Socialiste, si dhe marrjen e një mandati të katërt për të bërë të mundur integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne vërtet s'kemi viza për të lëvizur në Europë, po ama s'kemi as të drejtë për të qëndruar në një vend të Bashkimit Evropian. Prandaj, kur arrim në kufit e BE-s, jo vetëm na fusin radh, po dhe na marrin pyetje me policë, të cilët na e kthejnë mbar e mbrapsht pasaportën tonë. Rama theksoi se pasaporta e Bashkimit Evropian do të ofronte mundësi të reja për shqiptarët, duke u mundësuar atyre lëvizje të lira dhe mundësi studimi e punësimi në çdo vend të BE. Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptar e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Kjo pasaportë duhet të ndryshojë. Dhe në këtë pasaport duhet shtohet diçka themelore. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Teksa foli për lehtësitë që sjell në jetën e shqiptarëve integrimi në BE, kreu i qeverisë u bëri thirrje shqiptarëve që nëse duan në duar një pasaport evropiane, më 11 maj duhet t'i japin Partisë Socialiste mandatin më të fortë se asnjëherë. Do të bëhet shumë më e lehtë dhe hyrja